Shqipëria nuk është e njohur vetëm për natyrën e saj mahnitëse, por edhe për bukurinë e vajzave që bien në sy kudo, dhe që nuk kanë nevojë për filtra apo ndërhyrje kirurgjikale. Dhe pse e bukura është relative, ne kemi krijuar një video me 10 ikona të bukurisë shqiptare, që nga fusha e modës, muzikës dhe politikës. Dhe nëse mendon se dikush mungon, komento emrin që do të kishe përfshirë. E nisim me numrin 10. E ëmbël, elegante dhe gjithmonë me një buzëqeshje. Kjo është Almeda Abazi. E lindur në Tiranë dhe rritur në Turqi, ajo është një nga shqiptaret më të dashura në botën e showbizit turk. Ish Miss Shqipëria, aktore dhe modele. Martesa e saj me aktorin Tolgahan e ka kthyer në një figurë publike shumë të dashur, por ajo vazhdon të shkëlqejë me thjeshtësinë dhe naturalitetin që e kanë karakterizuar gjithmonë. Në vend të 9, Afërdita Dreshaj. Një kombinim perfekt mes bukurisë dhe vetbesimit, Afërdita ka atë lloj prezence që mbetet në mendje. Emri i saj është i njohur jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Ajo ka përfaqësuar Kosovën në Miss Universe, duke e prezantuar botërisht hijeshin shqiptare. Afërdita ka ndërtuar një karrierë të suksesshme si modele dhe këngëtare, duke ruajtur gjithmonë naturalitetin dhe stilin e saj të veçantë. 8. Qiljeta Gjilaga. Qiljeta u bë e njohur si këngëtare në vitet 2000, duke sjellë një imazh të ri dhe të guximshëm në skenën muzikore shqiptare. Por përtej skenës, ajo spikati gjithmonë për pamjen e saj, që i bënte të gjithë njerëzit të kthenin kokën. Me kalimin e viteve, Qiljeta ka ruajtur bukurinë dhe stilin e saj. E thjesht, e drejt për drejt dhe larg çdo ndërhyrje. Sot, ajo është gjithashtu një nënë e përkushtuar dhe një figurë e dashur për publikun. 7. Eliza. Eliza Dushku është një aktore me famë ndërkombëtare, e lindur në Amerikë nga një nënë shqiptare. Ajo ka luajtur në shumë filma dhe seriale të njohura në Hollywood, por kur nuk e ka fshehur origjinën e saj shqiptare, përkundrazi është krenare për të. Fytyra e saj e veçantë e paprekur nga ndërhyrjet është një bukuri që sfidon kohën. 6. Emina Cumulaj. Ka njerëz që nuk kanë nevojë të flasin shumë për të lënë mbres dhe Emina është një prej tyre. Me një qëndrim të fortë, një ecje të sigurt dhe një pamje që të ngjall respekt, ajo është një nga modelet shqiptare më të njohura ndërkombëtarisht. E lindur në Amerikë me origjinë nga Malësia, Emina është ngjitur në pasarelat më të mëdha të botës, duke ruajtur gjithmonë thjeshtësinë dhe krenarinë për rrënjët e saj. Bukuria e saj është elegante, klasike dhe larg çdo standardi artificial i krijuar ditët e sotme. 5. Kiara Tito. E njohur si moderatore dhe influencuese, Kiara ka fituar vëmendjen e publikut me pamjen e saj të freskët dhe natyrale. Fitoi zemrat e publikut shqiptar me qëndrimin e saj të butë, natyral dhe gjithmonë elegant. Ajo nuk është vetëm një fytyrë e bukur në ekran, por një figurë që sjell pozitivitet, stil dhe një lloj qetësie që e dallon nga të tjera. Ajo u bë edhe më e njohur pas pjesëmarrjes në Big Brother VIP, ku fitoi simpatinë për sjelljen e saj. Kiara dhe familja e saj janë sot disa nga figurat më të dashurat e ekranit. 4. Valbona Selimllari. Ish Miss Shqipëria dhe një zonjë me plot kuptimin e fjalës, ajo përfaqëson atë lloj bukurie që nuk zbehet me kohën. Me finesë, maturi dhe një qëndrim gjithmonë të denjë, Valbona ka qenë gjithmonë larg zhurmës mediatike, por afër vlerave të vërteta si familjes, edukatës dhe përfaqësimit dinjitoz. Ajo është një simbol i elegancës shqiptare që vijon të jetë frymëzim për brezat e rinj. 3. Adrola. Adrola Dushi është një nga modelet më të suksesshme shqiptare të brezit të ri, me një karrierë që ka kapërcyer kufijtë e Shqipërisë. Ajo ka përfaqësuar vendin në Miss Universe dhe ka qenë pjesë e shumë fushatave ndërkombëtare të modës, por pavarësisht suksesit, ka mbetur e thjeshtë dhe gjithmonë vetvetja. Fytyra e saj engjëllore, stili i rafinuar dhe naturaliteti i saj është gjithmonë në qendër të vëmendjes. 2. Ajo është ndër ato gra që të bën të ndalosh jo vetëm për bukurinë, por për mënyrën si flet dhe si qëndron. Grida Duma është një nga figurat më të spikatura të politikës dhe media shqiptare, e njohur për inteligjencën, artikulimin dhe prezencën e saj të fortë, që nuk ka nevojë për filtra. Pavarësisht debatit publik që e rrethon shpesh, Grida mbetet një simbol i gruas shqiptare moderne, e edukuar e zonja që imponon respekt. Përpara se të vazhdojmë me vendin e parë, dëshirojmë të sqarojmë që kjo listë është këndvështrimi jon dhe nëse nuk jeni dakord me renditjen, apo mendoni emra të tjerë, shkruani komentin tuaj. Në krye të listës son qëndron një emër që ka pushtuar botën. Dua Lipa. Ajo nuk është thjesht një këngëtare. Ajo është një ambasadore e vërtetë e bukurisë shqiptare brenda dhe jashtë kufive. Është një fenomen botëror, një ikonë e brezit të saj dhe një vajzë shqiptare që ka prekur majat më të larta të famës. Me një pamje që të lë pa fjalë, me trup gati perfekt, me elegancë të natyrshme që ndriçon skenën, Dua përfaqëson më shumë se një yll. Ajo nuk ka harruar kurse nga vjen, dhe ndoshta pikërisht kjo krenari për origjinën e saj e bën edhe më të jashtëzakonshme.
Kjo ishte lista jon me 10 femrat shqiptare që sipas nesh përfaqësojnë më së miri bukurinë natyrale shqiptare. Dhe për më shumë video të bukura na bëni një like dhe subscribe. Shihemi në videon e radhës.